Prokuroria e Elbasanit ka nisur hetimet për helmimin e disa fëmijëve në një kopsht në Gramsh. Sipas policisë, në spitalin e qytetit janë paraqitur për të marrë ndihmë mjekësore 6 fëmijë, të cilët dyshohet se kanë shfaqur probleme shëndetësore pas konsumimit të ushqimit me salmonel. Ndërkohë, me nisjen e hetimeve janë bërë analiza për të gjithë të vegjëlit, si dhe për personelin e kopshtit, rezultatet e të cilave do të tregojnë shkakun e helmimit. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar kartelat klinike për 6 fëmijë të shtruar në spitalin e Gramshit, procesverbalet e kontrollit dhe furnizimin me produkte ushqimore të kopshtit nr. 1. Po ashtu janë marrë mostrat nga ushqimi për ekzaminime të mëtejshme në kushte laboratorike. Policia njoftoi po ashtu se janë bllokuar edhe produktet ushqimore të mbetura në kuzhinën e kopshtit. Fëmijët janë ndjerkeq pasi kanë konsumuar vaktin e drekës ditën e njëjtë. Rasti u denonsua nga familjari një prej fëmijëve të shtruar në spital, pasi sipas rezultatet të analizave të tij rezultoi pozitiv me bakterin salmonel, ndërsa prindërit e tjerë janë në pritje të daljes së përgjigjeve të analizave që janë kryer fëmijëve. Mësohet se ushqimi në kopshtin nr. 1 të Gramshit mundsohet nëpërmjet shërbimit të jashtëm catering.